Jemi duke parë tek Romakët. Edhe Romakët është një libër që është shkruar në Bibël. Shumë interesante është, kisha qef ta përmendja këtë gjë. Ka shumë njerëz që pretendojnë që kanë shkruar diçka të ardhur nga Perëndia. Ka shumë libra që pretendojnë se kanë ardhur nga Perëndia. Por në fakt nëse keni parasysh ekziston një kritik letrare që quhet. Edhe ideja është për ta kuptuar pak, po mirë që ky libër përmend që është nga Perëndia. Por a kemi mundësi që ta kritikojmë, për ta vënë pak në stolin e të akuzuarve, për ta parë që vërtet nëse ky libër qëndron asaj që i thot, apo ta marrim shablon sepse ai thot që është nga Perëndia, kështu është. Në fakt çfarë bën Biblën shumë interesante, ndryshe nga çdo libër tjetër që pretendohet, sepse çdo libër tjetër ju dha një person, ju mor nga një person, vini re një gjë shumë interesante për Biblën. Bibla është dashur të shkruhet gjithë Bibla për një periudhë 1500 vjeçare. 40 autor është shkruar në 3 gjuhë, në ebraisht, aramaisht dhe në greqishtën e vjetër, në 3 kontinente, Europë, Azi, Afrikë, dhe gjitha ka një temë. Kush mund të mbikëqyr një punë të tillë për 1500 vjet të shkruar, të mbikëqyr çdo detaj të asaj pune, të shkruar në atë kohë në 3 kontinente, 40 autor, 1500 vjet dhe një temë. Në fakt nëse të vendosësh çdo libër që pretendon se është fetar, që ardhur nga Perëndia, në bankën e të akuzuarve, do të shohësh që Bibla bën një diferencë shumë të madhe. Dhe gjëra e dytë që kisha qef që thoja është që çdo libër tjetër ka marrë prej Biblës. Çdo libër tjetër është ushqyer nga Bibla. Kurse Bibla qëndron si stoike në vendin e vet, shekullor, të shkruar tashmë, të ardhur, të dokumentuar prej së larti. Kjo e bën fjalën e Zotit mahnitse. Ka me mira do shkrime origjinale të periudhës së shkruar që kohë më parë. Edhe teksa e studion, sidomos kur e studion Biblën në gjuhën origjinale, shtangesh nga mënyra se si flitet aty, shtangesh nga thjellësia dhe thellësia e fjalës së mrekullueshme të Zotit. Romakët është nga letrat në fakt që apostulli Pali drejtoi kishës që ishte në Rom në shekullin e parë. Dhe ai vetë nuk kishte qenë ende në Rom. Në fakt, apostulli Pali ka kaluar përmes Ilirisë, na thot po në këtë letër te Romakët 15-19, thot Pali që ka kaluar nga Jeruzalemi deri në Iliri dhe ka shpallur ungjillin, deri në Trojetona dhe më pas ka shkuar më vonë në Rom. Por keni parasysh diçka, në këtë letër ai ju shpjegon gjithë ungjillin e Perëndisë, gjithë lajmin e mirë kishës që ishte në Rom. Kisha që ishte në Rom ishte ende në fillesat e saj, ishte ende nën persekutim në atë periudhë kohe, por shquhej për një besim të sinqert. Jo thjesht një besim sipërfaqësor, por një besim të sinqert, duke dashur fjalën e Zotit. Është dhe një shprehje tjetër që thot besimi vjen nga dëgjimi. Njerëzit thot besoj, por nuk e dëgjojnë. Interesante është që doja të përmendja edhe një shembull tjetër para se të hyjmë te Romakët. Ne të gjithë kemi shumë lehtë të themi unë besoj në Zotin. Por a je gati ti, po marr një shembull këtu, le të themi Shefkiun. Ti nuk e njeh Shefkiun, por a je gati ti besosh tapinë e shtëpisë tënde Shefkiut. Të shkosh te noteri dhe ta bësh që kjo shtëpi i përket Shefkiut. Unë besoj te Shefkiu dhe i përket Shefkiut. A je gati për ta bërë një gjë të tillë? Pse? Sepse ti nuk e njeh Shefkiun dhe ke frikë ti besosh shtëpinë tënde sepse mund të ta marrësh Shefkiu. Po mirë, kaq të lehtë ke t'ja besosh jetën Zotit kur nuk e njeh se kush është? Ka shprehje që njerëzit thotë, po unë besoj në Zotin, ja besoj jetën time në Zotit. Po si mund t'ja besosh ti jetën Zotit kur nuk e njeh se kush është ky Perëndi? Kur nuk e ke idenë se çfarë është karakteri i tij dhe dëshira e tij. Kështu që mos u bëj pjesë e një turme, por ndalu pak
dhe kupto pak kë po beson, kujt po i beson dhe kush është ky Perëndi që ti po i beson, në këtë mënyrë do të rritet besimi. Nëse ti do të kalosh pak më shumë kohë me sheftiun, do ta njohësh shumë herë më mirë, ndoshta do të vi momenti që do t'ja besosh një gjë të tillë. Por kur një njeriu nuk i beson dot një gjë kaq të vogël sa shtëpia, po si mund t'ja besosh dot Perëndis kur nuk e njeh mirë karakterin e tij, gjithë shpirtin tënd? Prandaj fjala e Zotit na është dhënë për ta parë, për ta studiuar, për të thelluar dhe për të jetuar jetën, jo thjesht e kam lexuar një herë, por për të bazuar jetën. Kështu që pa humbur kohë, duke pasur të kontekst, le të kthehemi tek Romakët, kapitulli 8, vargjet 1 deri 4. Ne kemi bërë nga kapitulli i vargjet 1 deri 9, para 2 javësh, ju kthyem pak vargut 1 dhe sot do shohim pak nga vargu 1 deri 4. Pra Romakët, kapitulli 8, vargjet 1 deri 4. Dhe thot kështu autori: si rjedhim, tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus të çlirohej nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Sepse çfarë është e pamundur për ligjin, në atë se ishte i dobët për shkak të mishit, Perëndia duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mishi mëkatar dhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish, që kërkesa e drejtë e ligjit të përmbushej në ne, të cilët nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Kur e lexon kështu duket pak e komplikuar dhe çfarë po thot, dhe do ta shohim pak sepse një nga gjërat që kam qejf që të bëjmë ne zakonisht është nuk kemi ndonjë gjë tjetër përveç se të shohim varg për varg atë që fjala e Perëndis thot. Janë në fakt 4 karakteristika te ky pasazh, na tregon një realitet, na tregon arsyen sepse, na tregon rrugën dhe na tregon dhe rezultatin, dhe gjitha këto lidhen me ty, me jetën tënde, jo thjesht me ca njohuri diku, por bën fjalë për ty. Kështu që le të shohim pak realitetin se çfarë na thot ky pasazh. Tamam. Në fakt javën e kaluar pam vargun 1 që thot asnjë dënim. Keni parasysh si po thot, si rjedhim thot, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Pra, Bibla është një libër në fakt shumë dënues. Njerëzit mendojnë sikur Bibla është një libër, sikur të bën temenar. Bibla nuk na bën temenar. Fillon me një paralajmërim kur krijohej Adamin dhe Evën dhe morën dënimin kur ata nuk ju bindën, dhe fjala e Perëndis në librin e fundit na tregon për dënimin e racës njerëzore, na tregon gjithë historinë se çfarë do të ndodhë për ata që kanë hedhur poshtë të vërtetën e Perëndis. Dhe midis tyre, që prej fillimit deri në fund ka shumë deklarata dënuese. Bajni mend këtë fotografinë që është simbolik e historisë të Dionisit dhe shpatës së Demokleut. Nëse ju kujtohet nga radha e parë, Dionisi ishte një udhëheqës në Sirakuz, që është në Sicilinë e sotme, shumë i pasur, shumë i dhunshëm dhe kishte bërë shumë armiq, por ishte shumë i fuqishëm. Dhe Demokleu ishte në oborin e tij, një obortar në oborin e tij, dhe kishte jashtëzakonisht zili për sa shumë, çfarë lloj jete ke ti, sa interesante është jeta jote. Edhe kishte këtë lloj marrëdhënie sa që mund të tregonte një gjë të tillë. Një ditë Dionisi i tha, do të luash ti rolin tim, do të luash ti rolin e jetës sime, dhe e ftoi në banketin e tij me çdo gjë të mirë përreth, me çdo gjë fantastike, dhe ky u kënaq, ky u shtang, derisa u mahnit, derisa për një çast ngriti kokën sipër dhe pa një shpatë gjigande të varur tek fija e bishtit të një kali që rinte mbi të. Dhe në atë çast, çdo bukuri e atij momenti, çdo gjë e atij çasti u venit krejt. Nuk i zinte më, nuk i hynte më për shtypje se çfarë kishte rreth e rrotull, sepse pa shpatën e cila e shqetësoi shpirtin e tij. Në fakt njeriu jeton vazhdimisht në kërcënimin e gjykimit të Perëndis, dhe ky është një shembull interesant, pavarësisht se çfarë jete bën ti, të mirë apo jo, ekziston një shpatë mbi ty, që është shpata e gjykimit të Perëndis. Në gjendjen e tij të rënë, njeriu është në dënimin e Perëndis. Tek Gjoni, kapitulli 3 vargjet 19 thotë, dhe ky është dënimi. Drita erdhi në botë, e ka fjalën për Krishtin, dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën.
Pra 3 arsye kisha qejf që të tregoja sepse dënimi i Perëndis për njeriu është me të vërtet një dënim i drejtë. E para, nëse e mbani mend nga radha e kaluar, kur Adami mëkatoi, ne të gjithë mëkatuam. Kur Adami mëkatoi, Adami ishte përfaqësuesi ynë. Kur Adami mëkatoi, ne të gjithë mëkatuam. E mbani mend kanunin e lek dukagjinit, tek një pjesë tek Neni 602 thotë kështu: gjakun e paguan shtëpia e burrit që e ka ba. Do me thënë, nuk është thjesht personi që do paguaj gjakun që bëri, por gjithë shtëpia. Adami bëri atë që ne të gjithë do të bënim. Çfarë bëri Adami? Ishte përfaqësuesi ynë. Ti do thuash, po kjo nuk është e drejtë. Është e drejtë, sepse edhe sot funksionon kështu. Nëse kryeministri ose presidenti i një vendi shpall gjendje lufte, automatikisht ti je në luftë me vendin tjetër. Të pëlqen apo jo, je neutral apo nuk je, automatikisht për shkak të vendimit të një personi, gjithë jeta jote ndryshon. Pra kur Adami mëkatoi, ne të gjithë mëkatuam me të. Te Romakët kapitulli 5, 17-18 thotë kështu: me shkeljen e një njeriu, e ka fjalën për Adamin, vdekja mbretëroi nga një i vetëm. Prandaj për shkak të shkeljes së njërit, gjykimi erdhi mbi të gjithë njerëzit. Edhe shembulli dhe arsyeja dhe gjithë kuptimi nga e dim që kjo është e vërtet, është vdekja. Zoti i tha Adamit: ti do të vdesësh për shkak të fajit, dhe vdekja është shenja dalluese që tregon që ne të gjithë kemi mbi supe fajin që bëri Adami. Arsyeja pse dënimi i njerëzve është i drejtë është sepse të gjithë ne mëkatuam në Adamin. Vendimi i tij përfaqësoi gjithë racën njerëzore. Mëkati fillestar i Adamit na sjell të gjithëve në gjykimin e drejtë të Perëndis. E dyta, natyra ime është mëkatare. Tani kalojmë tek personalia, tek jotja. Natyra jote është mëkatare. Në fakt, ka marrë shembullin e një virusi që ti je inkontaminuar, ti lind. Si thoshte Davidi, nëna ime më ka ngjizur në mëkat. Domethënë është në genin tim, është në ADN-n tim, trashëgohet mëkati, natyra njerëzore, natyra mëkatare trashëgohet. Pse një fëmijë nuk i mëson të keqen natyrshëm, sepse e di vetë, një fëmijë natyrshëm mund të vjedh, mund të gënjej, edhe ne qeshim me veprimin e tij. Por nga i vjen kjo? I vjen natyrshëm nga brëndësia e tij, është natyra e tij. Jepi pak kohë dhe do ta shohësh se si do të duket. Tek Efesianët kapitulli 2 vargje 3 na thon: ne të gjithë jetuam më parë në dëshirimet e mishit ton, duke bërë vullnetet e mishit dhe të mendjeve, dhe ishim prej natyre fëmijë të zemërimit të Zotit, si dhe të tjerët. Nga vetë thelbi i qenies personalitetit tim dhe tëndit, unë meritoj të dënohem. Dhe e treta është vepra e mëkatit tim. Ajo dyfytyrësia ime, ajo ndërgjegja ime brendshme që më flet me atë zërin e vogël që unë e shtyp dhe nuk dua ta dëgjoj, duke thënë mos e bëj këtë gjë, mos e vepro kështu, mos mendo kështu. Lera mor se di unë atë punë. Mendimet, dëshirat, gjithë pasionet e mia mëkatare është pagesa që unë bëj. Në fakt, te Romakët ka disa pasazhe që na thotë kështu: i cili do të shpërblej secilin sipas veprave të veta, atyre që kanë ambicie egoiste dhe nuk i binden së vërtetës, por i binden pa drejtësisë, do t'u jap zemërim dhe tërbim. Mundim, dëgjojeni mirë, mundim dhe ngushtic do të ketë mbi çdo shpirt njeriu që bën të keqen. Pra gjykimi i Zotit mbi njeriu është i drejtë për shkak të mëkatit ton në Adamin, për shkak të natyrës son mëkatare të trashëguar dhe veprave të mëkatit që unë kryej. E gjithë raca njerëzore është e dënuar nga Perëndia, nuk ka asnjë mënyrë për të shpëtuar kësaj. Ne të gjithë jemi në zemërimin e drejtë të Perëndis. Ne të gjithë jetojmë me shpatën e Demokleut mbi supet tona. Dhe lind pyetja, ashtu siç thanë vetë dishepujt tek Luka 18:26, e kush mundet të shpëtohet? Dhe Jezusi u përgjigj atyre: ato që janë të pamundshme për njerëzit, janë të mundshme për Perëndin. Dënimi është mbi njerëzit, por ka një rrugë shpëtimi, ka vetëm një rrugë shpëtimi për ata që pendohen dhe besojnë në Zotin Jezu Krisht për shpëtimin e shpirtit të tyre.
Dhe të gjoni 3, 16 dhe 17 dhe 18 të kështu, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin në botë që të gjykoj botën, por që bota të gjykohet, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson në Krishtin, e ka fjalën, tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e të vetmit bir të Perëndisë. Vini re, ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar. Si rrjedhim, tani thot Bibla, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, te Romakët 8 kapitulli i parë. Pra, vetëm ata që janë në Krishtin Jezus. Dhe nëse mbani mend nga hera e kaluar, u mora shembullin e arkës së Noeut, ku Zoti kërkoi Noeut që të ndërtonte një ark dhe vetëm personat që do të futeshin në atë ark do të shpëtonin zemërimit dënues të Perëndisë. Krishti është arka. Kushdo që beson në Krishtin shpëtohet. Kush nuk beson në Krishtin nuk do të shpëtohet. Këtë mesazh ka Bibla dhe ky është realiteti i madh i këtij seksioni. Asnjë dënim, jo një pjesë, por asnjë dënim për ata që janë në Krishtin. Krishti është rufe pritësia për të marrë dënimin. Gjoni 5:24 thotë, ai që dëgjon fjalën time dhe i beson atij që më dërgoi, ka jetë të përjetshme, thot Krishti, dhe nuk vjen në gjykim, por ka kaluar prej vdekjes në jetë. Ky është i vetmi përjashtim nga dënimi. Ai që dëgjon fjalën e Krishtit dhe i beson atij që e dërgoi, ka jetë të përjetshme. Po cila është arsyeja? Pse e gjitha kjo? Pse nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus? Tani le ta shohim këtë tek vargu i dytë, se kjo është bukuria e fjalës së Zotit. Prandaj duam ta shohim varg për varg. Dhe thoshte sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus të çlirohej nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Do e ndajmë në dy pjesë, pjesën e parë që e kam bërë me ngjyrë dhe pjesën e dytë. Por çfarë do të thotë kjo? Sepse na tregon për një arsye që nuk ka dënim. Pra ka një arsye pse nuk ka. Dhe cili është ky ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus që na çliroi? Ligji i frymës së jetës të Krishtit është ungjilli. Ç'do të thotë ungjill? Do të thotë lajmi i mirë që Perëndia vet dha birin e tij që kushdo që beson në Krishtin të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ky është ungjilli dhe ky është ligj i frymës së Zotit, ligji i Perëndisë. Ungjilli është ligj dhe urdhëron të bindemi, beson në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Ky është një ligj që kërkon bindje. Pasoja e refuzimit të ligjit është të çohesh në gjykatën e Perëndisë për shkelje të ligjit të ungjillit. Nuk është opsion. Tani kisha qejf të lexoj një pasazh nga Dhjata e Vjetër te Jeremia 31, vargjet 31 dhe 33. Thon kështu: Ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të vendos një besë lidhje të re, lidh besën. Perëndia thot, unë do të bëj një lidhje bese të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Kjo është beslidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thot Zoti. Tani vini re çfarë thot. Do të shtije, jo do t'i marrin, por Zoti do të bëjë që do të shtije ligjin tim, thot, në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do t'jem Zoti i tyre dhe ata do t'jenë populli im. Beslidhja e re është një beslidhje e ligjeve të vendosura në zemër, jo vetëm jashtë në gur, por në zemër. Beslidhja e vjetër ishte beslidhja e të shkruarit të ligjeve në gur. Beslidhja e re është beslidhja e të shkruarit të ligjeve në zemrën e njeriut. Njerëzit do të jenë të dënuar për në ferë sepse kanë thyer ligjin e Perëndisë. Jo vetëm ligjin e shkruar në malin Sinai, jo vetëm ligjin moral, por dhe ligjin e ungjillit. Vetë ungjilli është ligj që kërkon bindje. Beslidhja e re është një sër ligjesh që Perëndia me anë të ungjillit mbjell në zemër, dhe bindja është një shenjë e një besimtari. Ai që i bindet është ai që beson, jo vetëm ai që dëgjon, por ai që i bindet. Krishti Jezus është Zoti sovran, të cilit njerëzit duhet t'i japin besnikërinë e tyre të bindur. Nëse ti i thua atij je Zoti im, ti duhet t'i japësh besnikërinë tënde. Bibla u bën thirrje vazhdimisht njerëzve të nështrohet ligjit të ungjillit. Me fjalë të tjera, ungjilli është një ligj që kërkon bindje ose ndëshkim. Është po aq ligj sa ishin 10 urdhërimet, siç ishte ligji moral i Perëndisë. Dhe vini pjesën e dytë re tani, sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus, që ishte ungjilli, të çliroi nga kush? Nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.
Mëkati është gjithashtu ligj, nga ligji i mëkatit. Dhe nga e di unë që është ligj, sepse ka disa karakteristika. A urdhëron mëkati? Po, në brendësinë tënde të bëhe. A bën kërkesa? Shiko se mos e bësh të gjë. A është mëkati sovran i botës së parigjeneruar? Po. A është mëkati perëndia, udhëheqësi, sundimtari shumë njerëzve sot? Po. Romakët 6 thotë se ju para se të besojnë në Krishtin ishit sklever të mëkatit. Shikoni, nuk ka njeriu lirin që mendon. O do të jetë skllav i mëkatit, ku mëkati të hedh zinxhirin dhe të ka përfyti dhe thotë bëj këtë që dua unë, ose do të jesh skllav i drejtësisë. Nuk ka një të mesme. Mëkati është gjithashtu një ligj që kërkon bindje. Mëkati është një sovran që kontrollon, energjizon, motivon dhe komandon botën. Dhe e gjithë bota është në sundimin, në skllavërinë ndaj ligjit të mëkatit. Ligji i mëkatit çon në vdekje. Si thot Bibla, paga, rroga e mëkatit është vdekja. Ti bën një punë dhe në fund të muajit merr rrogën. Ti jeton jetën dhe në fund të muajit, në fund të jetës, në fund të kohës do marrësh pagën. Dhe Bibla thot paga e mëkatit nuk e merr për njerësh, por ta marrësh në fund është vdekja. Sepse ligji i frymës i jetës në Jezu Krishtin të çlirojë nga kush? Nga ligji i vdekjes, nga ligji i mëkatit që e pam dhe ligji i vdekjes. Kush është ky ligji i vdekjes? Te 2 Korintasit kapitulli 3 vargjet 7 thot, ligji i Mojsiut quhet një shërbes vdekjeje. Si? Ligji i Perëndisë ishte shërbes vdekje? Po. E gjitha që mund të bëj ligji që Zoti dha Mojsiut është të vrasë. Njerëzit janë në ligjin e mëkatit dhe të vdekjes. Zotëria e tyre është mëkati, mëkati kontrollon gjithçka, duke i çuar ata në vdekje të përjetshme, në humbje të përjetshme, në vdekje fizike dhe shpirtërore. Vini re këtë foljen që është aty, të çliroj, pra ky ligj i Krishtit që është ungjilli, të çliroj nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Po vjen një ligj tjetër, një urdhëres tjetër që është ungjilli i fuqizuar nga vetë Perëndia, nga fryma e tij. Dhe kur një person beson, ai çlirohet nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Kur ti pendohesh, ti çlirohesh. Dhe Bibla na merr një shembull, një grua është e lidhur me një burr, thotë, sa kohë që ai rron, në momentin që ai burr vdes, ajo grua është e lirë nga ai burr. Dhe është e lirë të martohet, thotë Bibla, me një burr tjetër. Dhe ideja ishte që kur ti je në ligjin e skllavërisë, në moment që ti beson, ti vdes shpirtërisht me Krishtin për të ringjallur me të në Krishtin shpirtërisht. Në këtë mënyrë ti jeton në ligjin e frymës, që është ungjilli. Ligji i mëkatit mund të na dënojë, ligji i mëkatit mund të provokojë mëkatin, mund të nxjisë mëkatin, por ligji i Perëndisë, ligji i ungjillit të jep jetën. Ligji i mëkatit mund të sjellë gjykim mbi ne, por nuk mund të na jap jetë. Nuk mund na bëj të gjallë. Ligji që Zoti dha 10 urdhërimet. Mos vri, mos gënje, mos vidh dhe të gjitha këto pjesë të tjera, çfarë mund të bëjnë këto? Thjesht do të dënojnë, nuk të shpëtojnë. Këto janë vetëm si analiza që tregon gjendjen tënde reale. Analiza nuk të shpëton, analiza konstaton. Ligji i Perëndisë konstaton që ti ke problem, vetëm ligji i frymës në Jezu Krishtin mund ta bëj këtë gjë, mund t'i jap jetë. Kjo është arsye pse njerëzit që i përmbajnë ligjit të vjetër, në beslidhjen e vjetër larg Krishtit, janë të dënuar dhe të mallkuar përgjithmonë. Dhe ata që besojnë në ungjillin janë të lirë. Vini re një pasazh shumë të bukur nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë vargu 18, thotë kështu: sepse duke qenë se e dini se nuk u shpenguat me gjëra të pritshme, pra nuk u shpëtuat, nuk u çliruat nga gjëra të pritshme, si argjendi dhe ari, nga mënyra jote e kote të jetuarit të marrë nga etri tuaj me anë të traditës, por me gjakun e çmuar të Krishtit, kështu u shpenguat, si një qenj pa të meta dhe pa njoll, i cili në të vërtet ishte paracaktuar, vini re çfarë thotë, para themelimit të botës. Krishti ishte paracaktuar, ishte vendosur para themelimit të gjithë universit, plani i Perëndisë se çfarë do të ndodhte me të, por u shfaq në kohën e fundit për ju që nëpërmjet tij të besoni në Perëndin që ringjalli prej së vdekurit dhe i dha lavdi, që besimi dhe shpresa juaj të jenë në Perëndin duke parë që ju të keni pastruar. Ja ku është shpirtrat tuaj, si duke ju bindur të vërtetës nëpërmjet frymës. Ju bindët të vërtetës. Ky është ungjilli që erdhi nëpërmjet frymës. Ti e dëgjon, por ti duhet i bindesh. Nëse nuk i bindesh, nuk bëhet e jotja. Ju nuk mund të shpëtohesh në asnjë mënyrë tjetër. Çfarë do duhet të bëjnë njerëzit për të shpëtuar gjykimit, për të shpëtuar ferrit të përjetshëm? Duhet i besojnë ungjillit
Dhe kjo është ajo që na çliron nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Kjo është arsyeja, po tani cila është rruga? Cila është rruga? Si e solli Perëndia këtë gjendje të re tek ne? Dhe fjala kyçe këtu është zëvendësim. Vargu 3, vini re thot, Perëndia duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mishi mëkatar dhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish. Tani kjo e vërtet është interesante, e vërteta e zvendësimit. Ne nuk kemi dënim sepse jemi të çliruar prej tij. Ne jemi të çliruar prej tij sepse Krishti zuri vendin ton. Dhe ky është në vargun 3. Sepse çfarë ishte e pamundur për ligjin, thot, çfarë nuk mund të bënte ligji, 10 urdhërimet, dhe ta kuptojmë në këtë formë, nuk mund të thyente fuqinë e mëkatit. Ligji ishte i plotësisht i pafuqishëm për ta bërë këtë. Gjithçka çfarë ligji do të bëjë është t'ju mallkojë, sepse do të keni ligjin e Perëndisë dhe nuk do të jeni në gjendje ta mbani për shkak të mëkatit tuaj. Tani vini re se shumë e bukur kjo pjesë. Dhe e tëra gjë që mund të bëj ligji është të konfirmonte sundimin e uzurpuar të mëkatit dhe thjesht i mori të gjithë shkelësit e ligjit, pra të gjithë rasën njerëzore dhe i hodhi të gjithë në mallkimin e Perëndisë. Mëkati e dorëzon mëkatarin në burgun e një debitori dhe ligji bëhet rojtari i tij. Por nuk është faji i ligjit. Ligji nuk mundi të na shpëtonte, jo sepse ligji ishte i keq. Ligji është i shenjtë, i drejtë, i mirë, nuk ka asgjë të gabuar me ligjin, por ligji i Perëndisë nuk mund ta bënte të drejtë, nuk mund të na shpëtonte, nuk mund të na bënte të përsosur, nuk mund të thyente këtë fuqi e mëkatit, nuk mund të bënte që të dilnim nga ky mallkim, nuk mund t'i bënte të gjitha këto, jo sepse kishte ndonjë gjë të gabuar në të, por sepse ne ishim të korruptuar në shpirtin ton, në qenien ton, ne ishim të rënë në brendësinë ton. Vetë Jezusi na tregon se nuk është ligji problemi. Jezusi jetoi gjithë jetën e tij dhe nuk mëkatoi kurrë. Jezusi jetoi gjithë jetën e tij dhe mbajti ligjin e Perëndisë. Jezusi tha, unë nuk kam ardhur për ta shfuqizuar ligjin, por për ta përmbushur atë dhe është i vetmi që përmbushi ligjin e Perëndisë. Jezusi në njerëzimin e tij, në të qenit njeri, e mbajti në mënyrë të përsosur ligjin e Perëndisë. Fatkeqësisht ka ende njerëz sot që mendojnë se mund të mbajnë ligjin e Perëndisë. Ka shumë njerëz që përpiqen të mbajnë ligjin duke thënë po mirë, unë po përpiqem të bëhem person i drejtë. Jakobi kapitulli 2 vargu 10 thotë kështu, sepse kushdo që e zbaton të gjithë ligjin dhe e shkel në një pikë është fajtor për të gjitha. Wow, pse ka që ashpër? Po, sepse Zoti nuk mund të lozë me shenjtërimin e tij. Do thuash që nëse nuk zbatohet çdo ligj gjatë gjithë kohës dhe shkel vetëm një herë unë përjashtohem, ti përjashtohesh dhe ky është standard shumë i ashpër. Interesante është pra, nëse do të shpëtohemi, nuk mund të shpëtohet nga mishi i korruptuar. Mund të shpëtohemi vetëm nga diçka që është përtej vetes tënde. Perëndia thot aty duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mishi mëkatar dhe për mëkatet dënoi mëkatin e mish. Perëndia e dënoi mëkatin duke u bërë njeri. Mishi këtu është trupi, natyra njerëzore e Jezu Krishtit. Kur ai vdiq në kryq, ai mori fuqinë e mëkatit në emër të popullit të tij. Kjo është arsyeja pse kryqi është kaq shumë i rëndësishëm. Nuk ishte ajo që bëm ne, ishte ajo që Perëndia bëri në Krishtin. Krishti erdhi në një mish të pakorruptuar, përmbushi plotësisht ligjin e Perëndisë për të treguar shenjtërinë e tij. Krishti zuri vendin ton, ishte zëvendësuesi për ty dhe për mua. Dhe pastaj dënoi mëkatin në vdekjen e tij dhe shkatroi fuqinë e tij. Dhe kjo është arsye pse Pali thotë, mëkati nuk ka më sundim mbi ty. Vini re sa bukur thot Pali te 1 Korintasit 15. Bën një thirrje shumë të fortë. O vdekje, ku është thumbi yt? O vdekje, ku është fitoria jote? Dhe shpjegon, thumbi i vdekjes është mëkati. Forca e mëkatit është ligji, por falenderojmë Perëndin që na jep fitoren nëpërmjet Zotit ton, Jezu Krisht. Dhe si e bëri Perëndia këtë? Perëndia e bëri duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mish mëkatar dhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish. Çfarë do të thotë kjo? Ai e bëri në mish, ai nuk e bëri nga qielli, ai e bëri nga toka, ai nuk e bëri si Perëndi, e bëri si njeri, prandaj u bë zvendësimi i madh. Ai e bëri në mish, domethënë në trup, në natyrën njerëzore, në mishin e Krishtit, dhe ai mbajti gjithë peshën e gjykimit të Perëndisë mbi mëkatin. Tha dikush, si është e mundur
që gjithë mëkatet e atyre që do të besojnë ranë mbi një person dhe ai mori të gjitha, edhe kjo funksionon, edhe përgjigja që i dha personi ishte tillë, sepse ky personi që mori gjithë mëkatet dhe gjithë njerëzimin, pesha e tij është shumë më e madhe se gjithë universi vetë, sepse është vetë krijuesi, është vetë Perëndia. Mëkati erdhi te ne me gjithë shka që ferri mund të hidhte dhe mëkati humbi dhe kështu ishte në mish, do me thënë njerëzimin shpëtimtari që mëkati u mund në vdekjen e tij në kryq. Dhe kjo është bukuria. Tek Ungjilli kapitulli 6 vargu 51 thot Jezusi, vini re, unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Thot Jezusi, unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Nëse dikush, jo të gjithë, sepse nuk do ta kenë të gjithë, por nëse dikush ha nga kjo bukë, do të jetoj për gjithmonë. Dhe buka që unë do t'i jap është mishi im dhe unë do të jap për jetën dhe unë do ta jap për jetën e botës. E shihni Perëndia e dënoi mëkatin në mishin e Jezu Krishtit, i cili dha mishin e vet, trupin e vet, njerëzimin e vet. Kjo është arsyeja pse kur vijmë në tryezën e darkën e Zotit, ne marrim simbolikën e bukës, që është simbolika e trupit të Krishtit, dhe kujtojmë se ai dha mishin e tij për ty dhe për mua. Dhe kështu mëkati u shkatrua në kryq. Perëndia po i jep mëkatit dhe një kohë për të ecur përpara, por dënimi tashmë është në lëvizje. Dhe dëgjoj mirë këtë. Dhe dënimi dhe shkatrimi do të vinë në ardhjen e dytë të Krishtit, në ardhjen e dytë të shpëtimtarit, kur ai të mbledh të gjithë ata që janë të pabesë dhe të dëbojnë nga prania e tij përgjithmonë. Dhe vdekja dhe ferri dhe të gjithë të tjerë do të hidhen, thot Bibla, në liçenin e zjarrit përgjithmonë. Dhe mëkati do të eliminohet përjetësisht nga prania e shenjtë e Perëndis, por dënimi i mëkatit është shkruar në kryqin e Jezu Krishtit. Tek Isaia është një pasazh shumë i fortë. Në fakt Isaia quhet ndryshe Ungjilli i pestë. Është shumë kohë përpara se Jezusi të vinte. Dhe vini re se çfarë thot për Krishtin. Isaia qindra vite para se Krishti të vinte. Thot kështu: megjithatë ai e ka fjalën për Krishtin, mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona, ndërshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim, thot Bibla, si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen, si një qengjë që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur përpara tyre që i qethin, nuk e hapi gojen, u çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi. Dhe nga brezi i tij kush mendoi se ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim? Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer as dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Dhe vini re vargun e fundit. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin. Ai do të shikoj pasardhës, ata që do të besojnë e ka fjalën, do të zjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Gjoni thoi, ja qengji Perëndis që heq mëkatin e botës kur pa Krishtin. Në kryq Zoti e dënoi mëkatin, ndëshkoi atë me një ndëshkim hyjnor. Jezusi u zvendësua në vendin tënd dhe në vendin tim. Perëndia duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mishi mëkatar dhe për mëkatin dënoi mëkatin e mish. Tani kjo fraza kur thot duke dërguar birin e vet është thelbi dhe zemra e Ungjillit, sepse na thot se Jezu Krishti nuk është thjesht një njeri. Ai është biri i vet Perëndis, i dërguar nga Perëndia. Te Gjoni 1:14 vini re sa bukur e thot, fjala u bë mish, dhe para kësaj thot kështu, në fillim ishte fjala. Fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Dhe më vonë na thot fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne pam lavdinë e tij. Dhe ishte lavdia e njëjta si lavdia e të vetëmëlindurit të Atit, plot hir dhe të vërtet. Perëndia duke dërguar birin e vet në ngjashmëri mishi mëkatar. Vini re këtë shprehje, në ngjashmëri mishi mëkatar. Është një deklaratë që nuk përdoret në asnjë vend tjetër në Bibël. Ai ishte në ngjashmëri me mishin mëkatar, ai ishte plotësisht në mish,
por vetëm si mish në kuptimin që ai nuk ishte mëkatar. Duke në mish, ishte në mish, por jo i korruptuar, i ngjashëm, por jo i sakt. Ai erdhi në mish, por vetëm në ngjashmëri me mishin mëkatar, sepse ai vetë nuk njihte mëkat. Sa bukur e përdor fjala e Perëndis, është njështër në këtë pjesë, në ngjashmëri mishi mëkatar. Ai ishte në mish, por jo mëkatar, dhe duke sikur ti ishte njeri i zakonshëm në aspektin e rënjes, por ai ishte i pa mëkat. Pali e ruan bukur pa mëkatësinë e Krishtit. Ai tregon se kur Ati dërgoi birin në botë, Ati e dërgoi atë në një mënyrë që e solli në një marrëdhënie më të afër të mundshme me njerëzimin mëkatar, por megjithatë pa u bërë vetë mëkatar. Ai nuk ishte kur mëkatar. A nuk është interesante se sa mund të ngjante më tepër se kaq? Ai u numërua si mëkatar dhe në kryq në fakt u bë mëkat për ne që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Perëndia dërgoi birin e tij që është një me veten, në thelb dhe në natyrë, në ngjashmëri me mishin mëkatar, që është plotësisht mish, por vetëm si mish mëkatar, dhe që megjithëse ndryshe si mish mëkatar, në fundit u bë mbartësi të gjithë mëkateve të të gjithë mishit mëkatar. Ai nuk erdhi për të qenë një shembull i mirë. Njerëzit thonë Jezusi ishte një shembull i mirë, ishte një person i mirë. Nuk erdhi për të na treguar se çfarë do thotë dashuria, megjithëse i bëri patjetër këto të dyja. Ai erdhi për mëkatin dhe erdhi si një ofertë për mëkatin. E dini çfarë do të kishte ndodhur nëse Jezusi nuk do të kishte vdekur? Nëse ai do të kishte ardhur në botë dhe thjesht do të na kishte mësuar dhe do të na kishte treguar rregullat e Perëndis, ai vetëse do të kishte shtuar mjerimin ton, atë pamundësinë tënde për të arritur ligjin e Perëndis. Keni parasysh, do t'jap një shembull të kësaj. Kur ti je duke u munduar shumë të kanë rënë djersët për të bërë një punë fizike dhe nuk po e bën dot, ose kur je duke zgjidhur një problem në matematika, ku di unë, domethënë gjëra të tilla, por të kanë rënë djersët, koha të shtrëngon, je në një gjendje shumë të vështirë dhe nuk po e bën dot, edhe vjen dikush tjetër edhe thot, "Ha mos po e bën dot." Kjo të këput fare, kjo të godet edhe më shumë. Ti thua, po më lër tani të bëj këtë gjë, se këtë, kurse të vjen dhe ti dhe nuk po më inkurajon, po përkundrazi po më lëshon për poshtë. Nëse Krishti nuk do të kishte vdekur për mëkate, por thjesht do të kishte ardhur, do të bënte të njëjtën gjë, do të shtonte më tepër mjerimin në cilin e ndodhemi. Dhe kur erdhi Krishti, ai nuk donte të përsëriste të njëjtën forcë dënuese të ligjit. Ai erdhi dhe na tregoi standardin e përsosur dhe pastaj vdiq në kryq për të marrë masa për pamundësinë tonë për të përmbushur atë standard. Ai erdhi për mëkatin, jo vetëm për të qenë një dënues, por për të qenë dikush që na çliroi nga dënimi. Është një thënie shumë e bukur e William, thotë kështu: Ati merr vendin e gjykatësit kundër birit të tij për të bërë ati atyre që ishin armiqtë e tij. Ati dënon birin e dashurisë së tij, që ai të mund të lirojë fëmijët nga zemërimi i tij. Çdo qenie njerëzore që kishte jetuar ndonjëherë ishte sulmuar nga mëkati, gjithmonë kishte humbur. Ka pasur vetëm një qenie njerëzore që ka jetuar, i cili është sulmuar nga mëkati dhe nuk ka rënë asnjëherë, dhe ky është vetëm Krishti. Mëkati e takoi atë, e sprovoi atë, dhe mëkati u mund plotësisht prej tij. Prandaj mëkati u detyrua t'ia linte supremacinë e tij në mishin fitues, dhe për këtë arsye Krishti u bë sovrani mbi mëkatin. Dhe çdo të thotë kjo thjesht do të thotë që ju në Krishtin mund të përjetoni të njëjtën fuqi me të cilën ai e mundi mëkatin në jetën e tij për të mposhtur mëkatin në jetën tuaj. Dhe cili është rezultati i gjithë kësaj? Vargu i fundit thoshte që kërkesa e drejtë e ligjit të përmbushej në ne, të cilët nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Kjo do të thotë shenjtëri. Tani që Krishti jeton në mua dhe tani që unë jam në Krishtin dhe kam në dispozicion fuqinë e tij dhe frymën e tij të shenjtë në të cilin eci, është e mundur tani që standardet morale të ligjit të Perëndis të mund të përmbushen në mua. Perëndia dëshiron të prodhojë ligjin e tij të drejtë në ju, dhe ai nuk mund ta bëjë këtë derisa të shpëtohesh. Ju nuk u shpëtuat për të bërë çfarë të doni. Ju u shpëtuat në mënyrë që Perëndia të mund të vendoste në ju frymën e tij dhe t'ju mundësojë të përmbushni ligjin. Jeni shpenguar për herë të parë në jetën tuaj për të bërë të drejtën. Perëndia dëshiron të riprodhojë në ju standardin e tij të shenjtë, ta riprodhojë, ta shumëfishojë
Nuk është se kam arritur për sosmërinë, por është se shoh në jetën time frekuencën në rënje të mëkatit dhe frekuencën në rritje të drejtësisë. Dhe kjo është për shkak për të më dhënë mua gëzim, që kërkesa e drejtë e ligjit të përmbushen në ne të cilët nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Kjo është një deklaratë, kjo është një fakt real. Ata prej nesh që janë shpenguar, janë ata që kanë hyrë në sferën e këtij fakti. Nëse prirja e jetës tënde nuk është drejt gjërave të frymës, ti nuk je i krishterë. Mateu 5:48 thot Jezusi, jini të përsosur, ashtu siç është i përsosur Ati juaj në qiell. Asgjë nuk është më afër zemrës së Perëndisë sesa përsosmëria e tij morale. Dhe ai dëshiron këtë për krijesat e tij, dhe ai dëshiron një popull që janë të shenjtë para tij. Vini re pak çfarë është shumë interesante. Kur ti shpëtohesh, nuk shpëtohesh thjesht për veten tënde, është për të pasqyruar shenjtërinë, përsosmërinë e Perëndisë. Hebrejt thotë ndiqni shenjtërinë, qepjuni. Shenjtërisë është në origjinal, pa të cilin askush nuk do ta shoh Zotin. Shpëtimi vërtet vjen sepse një person është i detyruar nga mëkati të ketë uri dhe etje për drejtësi, nga zia për mëkatin dhe në ndjekje të drejtësisë, e di se ka nevojë për një shpëtimtar sepse nuk mund të mbajë ligjin e shkëlqyer moral të Perëndisë dhe ka nevojë për dikë që ta çlirojë nga paaftësia e tij. Si i tha Jobi, kush do të mund të jetë një ndërmjetës që të hedh një rëndor tek Perëndia dhe një rëndor. Kjo ishte kërkesa e vetme e Jobit. Kjo ishte gjithë maja e kërkesës së Jobit, paqëtimi me Perëndin. Kur mëkati largohet nga gjykata e Perëndisë dhe ka marrë drejtsinë e pastër të Perëndisë me një falje për mëkatin nëpërmjet sakrificës së Krishtit, Perëndia nuk ka mbaruar këtu. Ai ka marrë një falje për mëkatin, por ndërsa del nga dera e gjykatës, Perëndia i jep atij kodin e jetës, pasuardin e jetës, dhe thot, tani edhe ju keni në ju frymën e Perëndisë, fuqia e të cilit do t'ju mundësoj të përmbushësh atë kod. Kur ti bëhesh besimtar, nëse je besimtar në Krishtin, ti do të jetosh dhe synimi i jetës tënde është që të nderosh emrin e Zotit me mendime, me dëshirat, me veprimet. Që kërkesa e drejtë e ligjit të përmbushen në ne të cilët nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Dhe pjesa e fundit fare është, mishi është aty, por nuk është më fokusi. Fryma është, dhe ndërsa i bindemi frymës së Zotit, e gjejmë veten duke përmbushur ligjin e Perëndisë. Kjo është betejë e një të krishteri. Nuk është thjesht për të jetuar ca ditë më tepër. Betejë e një të krishteri është sot si të nderoj emrin e Krishtit. Dhe kjo është gjithë betejë e tij. I krishteri nuk është i lirë nga urdhërimet, ai është i lidhur prej tyre, tashmë është i motivuar prej tyre. Për ato janë vetëm bashkësia e ëmbla dhe janë një skllavëri dashurie. Dhe ai është në gjendje për herë të parë të mbajë ato, sepse prirja e jetës së tij është drejt frymës së Zotit që është mbjell tek ai person. Çfarë dua të përmbledh me gjithë të pasazh që pam, është që pa Krishtin i është sigur dënimi nga Perëndia. Për shkak se ti je mëkatar, lind mëkatar, ke lindur në këtë shtëpinë e madhe të njerëzimit që është mëkatare. Prandaj ai që kupton si shpatën e Demokleut që ka mbi krye dhe nuk i bën më tërheqje çfarë ka përreth, por kërkon paqëtimin e madh me atë lart dhe ai bërtet për shpëtim, dhe ai kërkon për shpëtim, dhe vetëm atëherë gjaku i Krishtit ka funksion, dhe vetëm atëherë gjaku i Krishtit shpëton. Zoti nuk është lypsari që të thotë, aman ore, hajde, të lutem, hajde, se jam shumë i vetmuar në përjetësi pa ty. Absolutisht jo. Zoti ka dhënë mundësinë e shpëtimit, je ti ai që duhet të vraposh për të Perëndia. Je ti ai që je mjerani që ke nevojë për shpëtimin e përjetshëm. Prandaj është serioze çështja e besimit. Të pakët janë ata që do të shpëtohen, sepse të pakët janë ata që kanë sy për të parë shpatën e Demokleut që është mbi kryet e tyre. Le të lutemi së bashku. O atë të falenderoj që na ke dhënë shpëtimin përmes Krishtit, në gjendjen tonë të mjerueshme, secili prej nesh mund të bënte pak vrapim më tepër se tjetri, por kurrë nuk mund të arrijmë destinacionin e madh tëndin pa ndihmën tënde, pa Krishtin. Na mëso Zot që do ta shohim veten tonë me sytë e realitetit të tu,
Dhe të falenderojmë shumë, o Zot, që nuk ka asnjë dënim, prandaj është madhështore kjo shprehje, është kaq çliruese, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin. Na mëso, Zot, të vrapojmë për te Krishti, të pendohemi, të duam Krishtin. Zot, na mëso që gjërat përreth nesh të mos jenë vëmendja kryesore e jetës, por të jetë shpata dhe rruga për të shpëtuar kësaj që është mbi kryet tona. Na mëso, Zot, që të duam Krishtin për ata që janë të tut. Na mëso, Zot, që të nderojmë emrin e Krishtit. Dhe derisa do të vi dita që do të kthehemi, do të jemi përballë teje, na mëso që kohën e shtegëtimit këtu në tokë do ta kalojmë duke të dashur ty dhe duke qenë aroma jote. Në emrin e Jezusit u lutem. Amen.